Mirë dita. Përshëndetje. Si jeni? Jeni mirë? Mirë, faleminderit. Mund të uleni? Faleminderit. Po ju bëj një prezantim për atë që keni ardhur. Është një audicion i cili bëhet për reality show. Do të kemi një format pyetjesh për ditur më shumë rreth jush, se sa jeni aftë ju që të jeni pjesë i këtij reality show dhe do të vazhdojmë me pyetjet. E kuptoj. Mund të bësh një prezantim personal, emri, mosha, Po, gjërat tua të përgjithshme. Unë quhem Nikolin Fërketa, Po. jam 38 vjeç. Punoj aktor, ka rreth 10 vite që bëj këtë profesion. Është një punë që unë e bëj me shumë dashuri. Kam luajtur në teatr edhe në filma gjithashtu. Kam marrë pjesë edhe në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. Okej. Po pse dëshiron që të jesh pjesë e këtij reality show për shembull? Po do më kishte pëlqyer mënyra se si njerëzit jetojnë në një ambient të mbrëmshëm, duke pas parasysh ndalimin me botën e jashtme, me rrjetet sociale, mënyra se si njerëzit komunikojnë njëri me tjetrin, të kuptosh natyrat e njerëzve në situata të tilla. Për mua do jetë një eksperiencë e cila nuk e kam Qa mund bësh ti diçka më ndryshe se tjerët, për shembull? T'japim mesazhe. Mesazhe shumë të vyra, mesazhe që ndoshta shoqënisë shqiptare mund t'i mungojnë. Mesazhe ku njerëzit kanë mungesa në komunikim, mesazhe ku njerëzit kanë edhe eksperjenca të ndryshme dhe këto eksperjenca mundesh mas me vazhdu ma. Si reagon, vazhdoj unë, pyetjet tu i bëj unë. Si reagon në konflikt ti për shembull kështu? Në konflikte është shumë i rëndësishëm mënyra se si ti e menaxhon debatin. Konfliktet janë nga më të ndryshmet, por e rëndësishme është që shoqëria shqiptare mos të shohin konflikte të cilat shkojnë deri në dhunë fizike, sepse pikërisht je tip natyre qetë apo kërkon vëmendje, dëshiron që të jesh lider? Jo, faktikisht jam një natyrë e qetë, nuk është se lideri nuk mund ta kërkosh, e rëndësishme që ta fitoj. E kuptuam. Si sillesh në grup, ta di diçka të tillë? Varet nga mënyra dhe situata dhe rrethana në të cilën ndodhesh. Mënyra se si njerëzit mund të sillen në grup, e rëndësishme është që të kuptosh psikologjikën e të gjithë atyre të cilët kuptume. Dhe një pyetje të fundit. Kam harruar me të thënë, unë di edhe disa gjuhë të huaja. Pyetjet këtu i bëj unë. Ti aty do flasësh shqip, nuk do flasësh me gjuhë të huaja. Di italisht, anglisht, gjermanisht. Jam të nivelit C1 për frëngjisht. Të pyeti kush? Jo, po them se ndoshta nuk është e rëndësishme fare. Jo, një pyetje që ka shumë rëndësi edhe për audiencën. Ke ndonjë histori dramatike, ndonjë smundje, ndonjë vrasje në familje, diçka që mund ta shpalosim për publikun që të kemi edhe ne më shumë audiencë për shembull? Unë vrasje në familje, jo me zoj për çfarë? Këto janë shumë normale. Kush normale? Vrasjet? Po. Zotni se i na dhënë atje këto. Po vazhdo, lutem. Po nga që vazhdo më zotni se ato të pritësh 2 orë të shtohet, po hec vazhdo. Atë më zotni se ata 2 orë këto do të prit. Tjetri. Vjeni natë se këto s'ka rend, nuk ka rregull. Ke drejt. Tash kam sjellë këto 2 targa të verdha me mujt të bëhet bardha me bëh shqiptare. Me ndrujt të targa shpejt. Këto jemi audicion për reality show, e diti këto? Qa? Audicion për reality show. Pas në rojnë targat tu? Kush më rojti unë, kush më thëmë? Po qa ke punë kështë më? Shkoj të ose shëja thot nuk nërojmë tarka. Shkoj të ose sjellë që thot nuk nërojmë tarka. Shkoj atje të universiteti thot pedagogës jam unë për këtë punë po. Po nën kush këtë denë më? Duket që je tip me shumë humor, me thënë drejt. Kush unë? Po, je adapt i duhuri për këtë reality show. Është e vërtet. Tani se do vazhdojmë procedurat, emër mbi emër të lutem. Mirë, po ti. Jo, nuk të pyeta si je, të pyeta emër mbi emër. Po, mirë poti. Mirë, po emrin poti, ishte më kanë vujtë, shat, në roj emrin tash. Jo. Qa pra? Kërkoj ndjes, gabimi. Po. Sa vjeç je ti mirë? Mirë. Jo, ti miri, ti. Unë miri. Po, unë jam 38 vjeç. Okej, kuptoj. Më fali të torka, i nëroni umër.
Më pëlqen shumë ky spontaniteti juaj. Je personi i dur për këtë format. Me çfarë merresh në jetë? Se duhet të plotësojmë formularin. Unë? Po. Unë s'bërë më asë sënë, që, kam kanë jashtë, kam hy, kam dalë. Po jam mirë kështu për veten të kështu, pi gjithë natën kështu. Oh, bukur. Po më pëlqen, je shumë interesant, po dua dia, ke ndonjë histori interesante, diçka të bukur që duam ta kemi edhe për formatin ton kur të hysh në reality show? Doni me pas ju? Po. Çfarë duhet? Ti duhet kesh një rrëfim që ta thuash aty brenda. Rrëfim unë aty brenda? Po. Unë prej se kam rrëfy kameramajn. S'ka shanse, unë me fol më, po s'ka shanse. Po atë ngrujtë tarka vaj, sa i nron ju. Më fal. Se targat i lëm se e di që kemi humor, se më pëlqen edhe natyra jote se je një person i cili e kthen edhe dhimbjen fort, si kthen të gjitha situatat me humor, po ky format këtu. Ky format kërkon vipa. Po. Sa i famshëm je ti? Të njeh kush? Mu. Po. Njojnë të shtëpisë. Jo, e kam atë njohin njerëz. Po njerëz janë edhe të shtëpisë, kush na ka pjell neve lopa? Njerëz me. Jo. Duhet di sa ndjekës ke në Instagram, sa followers a ke? Unë njeks në Instagram. Po. Po ja, në Instagram kam një adresë ashtu pa fytyrë tënde që mu më lejnë të më njoh njerëzit janë të më ndjek gjithmonë. Nuk ka problem, se ne mundemi që të rregullojmë edhe diçka që ta bëjmë Instagramin ton sa më të famshëm, mund blejmë edhe followersa, ti do t'i rrisësh vetë aty se je i aftë për këtë punë, kështu që çdo gjë do të jetë me rregull. Edhe nuk ndrojnë targa këto otën. Jo, tanin do ta kemi pastaj. Tanin do të ta vi tanin, po. Vazhdo. Më vjen shumë mirë se ke një super humor, je zbulimi imi, do t'jesh pjesë e këtij formati. Zbulimi joti mund ka zbulu Interpoli, më të më këto në shteti, çfarë zbulimit? Ndro targat se s'kam kohë. Po jo. Ti do t'jesh pjesë e këtij formati, siç e kuptove. Je i përzgjedhur. Unë? Po, do t'jesh brenda disa kushteve që duhet i plotësosh për këtë format. Prap kushte, ha? Po, patjetër. Nuk do të kesh telefon, nuk do të kesh kontakt me personat jashtë, do të jesh i mbyllur në një shtëpi brenda 4 mureve, do të kesh një bashkëtesë me njerëz të tjerë dhe do të jesh i monitoruar gjatë gjithë kohës me kamera, por gjithashtu do të jenë edhe asistentët tanë të produksionit që e të më fut në burga? I tash me kam dorë, si kam dy jo. Po jo. Ti do të jesh pjesë e këtij reality show, je i përzgjedhur i ynë. Vajz, a nuk ndroni ju targa? Jo. Po thuj pra stroj targa e shtet se s'kam kohë sun. Wow. Mor drejtë që na ka gjetë me të mirë smor. Pse s'do të bëhesh i famshëm ti? Po hy vetun aty po.